Atëherë përshëndetje miq, neve këtu jemi me kandidatën procesin ditor, kandidatet të ndryshme. Sot neve jemi këtu me kandidatet të re. Unë jam instruktore Zilvie. Unë jam kandidat Jarabie. Okej. Atëherë këtu neve jemi jashtë vendbanimit. Me thonë kemi kandidatën në fillim të orëve, andaj le ta ndjekim orën se si do e zhvilloje kandidatja e re. Fillojmë, gati pasqyra? Po. Përmjesja. Fillimisht frenin motorik. Tash e ulim frenin e dorës. I ndalim 4 stopat, apo? Okej. Shofim pasqyrën sa kemi vetur. Mund vazhdojmë me gaz. Gaz edhe pak, edhe pak, edhe pak. Hajde. Si që potencuam 36 orë i kemi, 3 ditë i kemi në poligon, 2 ditë jashtë vendbanimit, më pas dita e 3 përsëri i kalojmë jashtë vendbanimit, e kështu me radhë, më pas kyçemi në vendbanim. Kandidatën nga se e kemi në fillim të orëve, për këtë arsye edhe pak mandej. Për këtë arsye edhe do kyçemi jashtë vendbanimit. Si fillim, si gjithë një kandidatët ndjen pak më të stresuara, apo rabie. Mirë po neve nuk kemi nevojë për stresim, për shqetësim, nga se je vazhdo me gaz, lutem ti e mban rrugën kryesore. Derisa jemi në rrugën kryesore, ne do me thonë kemi përparësi kalimi. Kurse ai i cili kyçet në kursi, ai duhet ta ndjekë anën e djathtë dhe anën e majtë. Vazhdo me gaz, lutem. Kur është vendi pjerët për lart, edhe ne japim gaz pak më shumë. Do kemi kujdes pak anën e djathtë, apo pse pak pikën vetura djathtës. Tash kur e kemi rrugën poshtë, nuk ka nevojë për gaz, apo shkre vetë vetura shkon. Vazhdojmë nga dalë me gaz të lutem. Këtu neve duhet ndjemi total të lira, apo rabie. Për çdo instruksion e japim paraprakisht, apo? Hajde gaz, rritim edhe pak shpejtësi. Hajde. Kompluk treta. Liro, kompluk nga dalë. Edhe duhet kemi kujdes gropat. Ara vjen heshtje. Si ndjesh gjatë procesit muzikës? Instruksionet do mësohen, para ti kemi 18 ditë 36 orë, apo? Do me thonë dita ditës, orë pas ore, mësohen instruksionet edhe ti vozitën më e lirë, apo? Mirë po me instruktorin duhet ndjemi e mbyllur apo në mënyrë të hapur bashkë bisedim. Okej. E hekim gazin, frenojmë pak, kompluk, e nxjerrim të dytën, shkon një më pak, apo? Okej, vazhdojmë me gaz. Hajde edhe pak gaz. Dorën hapur, frenit motorik, hajde. Lutëm dorën. Kompluk, drejt, lart, tretën. Liro, komplukin nga dalë, liro. Neve sot kemi pak nevojë për ndihmën e instruktorit, nga se jemi në
fillim, mirë po të shpresojmë se ditët në vijim duke hapëru t'i kalem ditët, apo? Me thonë, të ndjemi më të lira, do i mësojmë instruksionet ashtu si duhet edhe do i bëjmë procesin e vozitjes ashtu si duhet, apo? Shofish gunga i shumë e keqja, po. Për atë arsye duhet paraprakisht ta ulim shpejtësi dhe më pas ta bëjmë atë gungën me shpejtësi të ngadalësuar, apo. Çfarë mësojmë ne jashtë vendbanimit ditët e para kur kyçemi vozitje rabie? E mësojmë mbajtjen e timonit, apo? Si pikë e parë. E dyta e mësojmë frenin motorik, si ta bëjmë lëvizjen e shpejtësisë, apo? Më pas i mësojmë pedalet, se si të menaxhojmë, apo? Me thonë, është shumë e rëndësishme vazhdo me gaz nga dalë jemi, se kur ta praktikojmë gazin, kur ta praktikojmë frenin punues, kur ta shtypim ose ta lëshojmë kontrollin, apo? Do të thënë është shumë e rëndësishme dhe si ta bëjmë ndrimin e shpejtësisë dhe si ta mbajmë drejtimin, kursin tonë, apo? Kur jemi jashtë vendbanimit e shohim se kemi mjaftueshëm gunga, gropa, kemi pengesa të veturave që duhet bëjmë anashkalim, apo? Me thonë, ditët e para, është shumë e rëndësishme ta mësojmë ne mbajtjen e timonit, përdorimin e pedaleve, se sa t'i japim ne gaz, kur duhet ta ndrojmë shpejtësinë, apo? Se në poligon nuk e mësojmë, do me thonë, kur ta ndrojmë shpejtësinë, apo? Se hapësira është mjaftueshëm e vogël, edhe ne në poligon përdorim të parën dytën nga mbrapa rikthert, do me thonë vetëm atë pjesë. Kurse kur dalim jashtë poligonit, jashtë vendbanimit, i praktikojmë edhe frenin motorik, shpejtësinë, edhe mbajtjen e timonit, edhe përdorimin e pedaleve. Apo? A e pate shumë të vështirë ti mësojsh? Jo. Jo, apo? Dhe me thonë, sqarimi i parë që u bo, edhe automatikisht e kuptove se si duhet të pozisësh, si duhet t'i menaxhojsh pajisjet, apo? Megjithse ende kemi nevojë për mbajtjen e timonit ashtu si duhet, mirë po për ju si fillestar është shumë normale për arsye se kemi mjaftueshëm pengesa, nuk kemi vendin e hapur, vendin e lirë, apo? Si e ke mendu para se më nis patentën e shoferit, si e ke mendu se është shumë keq, nuk ta mësoj, apo? Se ditën e parë mi thamë duket se këto fjalë pak, apo? E ke mendu shumë më keq, mirë po, s'qen kaq tragjike, mirë është do me thonë. Kur neve mësojmë vozitjen pa stres, pa shqetësim, i dëgjojmë instruksionet e instruktorit, ne atëherë i mësojmë shumë më shpejt ngasjen e makinës, apo? Pse? Për arsye se ti nuk ndihesh e shqetësuar edhe i ndëgjon këshillat edhe udhëzimet, apo? Hajde, tasha ka dëgju, a ka ndryshu kjo zhurma e veturës? Motori, zëri? Apo? Çfarë na kërkon? Ndrimin e shpejtësisë. Hajde, komplut tretën, drejt lart. Vazhdo me gaz plotën me njerë, te lishon pedalën, komplugin te shtyp gazin, apo? Më thënë këto di kamët shkojnë para lehtë. Njërën e lishojsh, tjetrën e shtypish, apo? Nuk japim shumë gaz, se vendin e kemi të ngushtë, apo? Rruga është e ngushtë, kështu që
që të shkojmë më nga dalë edhe t'i kuptojmë instruksionet ma mirë se çka jemi të apo. Për ndryshe kandidatën shumë llafazane e kemi, vazhdo me gaz. Në prapasken jemi shumë më e hapur, shumë më komunikative. Mirë po tash sikur na është mbyllur, rinë në heshtje. Mundi është lirisht e hapur atje, apo? Neve thjesht e ndihmojmë një fillestar. Ma herët i ke pa edhe ti kanalin tim, apo? Edhe videot e mia, apo edhe të kanë ndihmu, apo? Edhe ndoshta kjo ka qenë arsyeja se pse je regjistru ti te unë, apo? Të shkojmë të jashtë, se rruga se na çon, apo e ke veç gazin t'lutem, merre ktesën si duhet, edhe vazhdo me gaz. Në fillim kur mu paraqite, mendoj se më shkrujte se të kam ndjek në kanalin YouTube, apo? Po. Të kam ndjek në Instagram, edhe kjo ishte arsyeja se pse jam regjistruar te ti, apo? E tash ne pikërisht e bëjmë të njëjtën gjë, apo? Ta ndihmojmë ndonjë fillestar tjetër që pikërisht edhe ai friget se këta përzgjedh si instruktor. Me këtë duhet ta mësoj domethënë vozicën, ta ngas makinën ashtu si duhet, apo? Shumica e kandidatëve kur vinë këtu te unë, edhe ma përmendin se kam shumë të vështirë me këtë mësojmë. Jam si tip emocionues edhe prekem shumë shpejt nëse dikush ma ngritën zonin, apo? Edhe kanë ardhur tonë edhe ma kam përcjell këtë mesazh se të kam ndjek në kanal, në rrjetet sociale dhe ajo është arsyeja pse jam unë këtu. Trabie, si ndikon kjo pjesa si më ke parë rrjetet sociale dhe live? A ka ndryshim të instruktorja Zilbie kjo pjesë? A jam njëjtë si në rrjetet sociale, apo jam ma keq, apo... Ende më mirë. Okej. Faleminderit për mendimin e dhënë. Ishte thjesht një mesazh për të rejat, të cilat ende e kanë atë pikpyetje sa a mund t'ja dalë, a duhet të regjistrohen dikundi te ndonjë autoshkollë instruktore apo jo. Apo, domethënë se është as pak frikë, as pak shqetësim, duhet vetëm guxim edhe të nisish, apo? Kjo ndodhon këtë gjitha. Kur e marrësh atë guximin, edhe fillojsh, edhe normal se hiqet edhe ai shqetësimi, apo? Se ti hapas hapi, hapërojsh dhe i mësoj shkret, apo? Tash pikërisht jemi në një rrugë shumë të ngushtë, do të thonë ku korsiat janë shumë të ngushta, edhe ku duhet ta matish rrugën fiks, apo? Pikërisht e kemi përzgjedh këtë rrugë që ta korrigjojmë timonin në maksimum, të dim fiks se si ta mbajmë neve kursin tonë, apo? Se për ndryshe në rrugë më të hapur është shumë ma lehtë se në rrugë të mbyllët, apo? Okej, ta lejmë pa kandidatën në pozisën në qetësi. Folëm shumë. S'ka problem. Okej. Vazhdo me gaz, po. Mundo në maksimum të mbajmë kursin tonë. Pasqyrat e ndjekim po paskojnë abje? Po. Pasqyrën është të rëndësishme. Me thënë shoferi, nëse është shofer i mirë, duhet me pa tjetër t'i ketë në kontrol pasqyrat. Kjo
kjo është shumë detaj i rëndësishëm për një shofer. Ai i cili nuk i ndjekën pasqyrat unë e llogariti se nuk është shofer. Me thonë ti mund dalish 2 herë, 3 herë bingo ama të 4-tën ose të 5-tën të ndodhe diçka. Apo pse se nuk e ndjekish pasqyrën. Për këtë arsye je në fillim të orëve, është shumë e rëndësishme të ndiqen pasqyrat. Jo tash fokusin ta kesh, do me thonë të pasqyra, vetëm veturat mbas t'i shiqojsh, fokusi duhet të jetë para, mirë po, ko pas kohe, një shiqim, 1 sekond, do me thonë e kontrollojmë pasqyra. Shumë mirë bane, do me thonë në kthesa ku duhet ta kontrollojmë timonin, e hekim kamën prej gazit, apo? E drejtojmë timonin dhe pastaj vazhdojsh me gaz. Mirë po që aty neve kemi hung, e ke gazi, freno pak, kom pluk, të mon frenimi, kom pluk të drejto. Vazhdo me gaz. Super. Nuk i japëm shumë gaz, se më fshat jemi. E ke pak gazi, vazhdo me gaz. Shumë ka rëndësi ajo pjesa se nga cila anë ja bësh sinjal. Se ti nëse shkon djathtas edhe hapish sinjal majtas, shoferi i cili është përballë mund dale para teje dhe ti habitesh pse ka dalë ai para meje, apo? Mirë po gabimi është e ty, se ti e ke dhënë sinjalin anën e kundërt, apo? Për atë arsye sinjalizimi është shumë i rëndësishëm të jetë ashtu si duhet. Drejtoje, e ke gazin të lutem, dhe vazhdo me gaz. Rrej me gaz. Vazhdo me gaz. Nxirën dytën. Pse për arsye se në radhë shpejtësia, po mos i jep shumë gaz, lutem, dielli pengon si duket. Ai ke okay tash? Me dhe këtërsa. Si nga qënë rruga, ashtu edhe e marim timonin, apo? E ke pak gazin. Edhe në shkem si nga qënë rruga. Vazhdo nga dal. Jo, rruga si nga qënë. Rruga si shkom nga dhja. Apo? Vazhdo. E ke. Okej, vazhdo. Vazhdo, lutem. Kështu. Që ke pak gazi, pak frenojmë, kom pluk, nxjerrim të para, e që shumë dalemi, shipe këtu është ura, vëndoj koshnicën, i rotëm plukin ka dalë, është, heke koshnicën, heke, frenin punues, nga dalë jo gaz, lutem, shipe rruga është e keqe këtu. Vazhdo. Me thonë ka vend vetëm për një vetur, apo? Edhe kur ka vend vetëm për një vetur, ne shumë nga dalë tërhiqemi djathtas edhe shofim a ka vetur përballë. Nëse ka vetur përballë, ne presim, e si për rastin që patëm, kom pluk, nxirën dytën. Nëse nuk ka vetur, atër kyçemi. Mirë po, rastin e patëm fix kishte vetur, apo edhe ne u desht presim. Kjo është arsyeja se kur kemi urë edhe vendi është për një vetur, neve duhet me shumë kujdes të shiqojmë anën përballë, për arsye se s'ka vend, s'ka dikursi për di vetura. Apo? Pengon dielli? Jo. E ke pak gazin, ta ndjekish kursin, mere kthesën nga dalë. Vazhdo me gaz nga dalë. Vazhdo. Nxirën tretën, drejt lartë. Vazhdo me gaz. Super.
kurse tash e bën e vet, apo? Nuk ta drejtosh pak ndoshta. Kështu është më okay. Ende kemi vende nevojë për ndihmë, apo? Mirë po, shpresojmë që dita ditës do I anashkalojmë nevojat për ndihmë. Vazhdo. Vazhdo me gaz. Rruga është pak më e hapur se pjesa andej, apo? Sa është zona e Vozicës Turavije? A e pa ta shenjën? Jo. Ishte zona 40, do më thënë e kisha numrin 40 edhe e kisha atë shenjën me rreth të kuq, do më thënë edhe ajo nas çka na informon se ne mund vozisëm deri 40, mbi 40 nuk lejohet. Apo? Në moment që e shofish atë shenjën me rrethin e kuq, ta dish se ajo është ndales për diçka. Për çka është ndales? Këtu e kishim 40 numrin, edhe ajo na sinjalizon, na paralajmëron se neve mund vozisëm deri 40, mbi 40 nuk guxojmë. Në qoftë se pak më lart ne kemi polici, për shembull me radar, edhe nëse jemi 42-43, nga ana policisë dënohesh. Pse? Se je ma shumë aq se shënon, apo? Heke gazi, pak frenoj, pom pluk, e nxjerrim të dytën, majtës poshtë, ngadalë lutem, ta kalojmë gumkën, tash me gaz. Mbasi e kalojmë pengesën, vazhdojmë me gaz, apo? Derisa e kemi pengesën, ne me kujdes maksimal vozisëm. Vazhdo përsëri me gaz. Kishim një pengesë të vogël, apo? Nuk japëm shumë gaz. Heke gazi, përsëri karbon, përgjohës, pojmë pleq gazin, edhe vazhdo me gaz. E gaz. Te unaza do vazhdojmë djathtas. Heke pak gazi. Ep sinjal djathtas, apo se tanë të vazhdojmë djathtas. Në unazë nuk kemi vetur, kështu që automatikisht në marim presën. Viktoria.
ka qenë rruga, ashtu edhe ne e mbajmë drejtimin e timonit, apo? Se me kujdes mos dale komisari. Hajde gas, rritim pak shpejtësinë, edhe pak. Çka duhet bësh? Vazhdo me gas me njëherë. Okej, super. Almirova pak radhje. Ndjesh si në fillim parës, me stres e shqetësume. Jo, apo, më thonë ndjesh ma e lirë. Heke gazin, rruga kur është poshtë, kur do më ta ngadalsojmë, vetëm pak freno pak, provoje. E kjo, heke frenin tash, dhe me thonë ngadalsojmë, rruga është për poshtë, ngadalsojmë vetëm me frenin pak, apo. Nëse duhet të ndalemi më shumë, atëre përdorim edhe kompullin edhe e ulim një shpejtësi më poshtë, apo. Ndjesh më rahat tash kur e bësh të ndrimin e shpejtësive. Okej, ke ma të lehtë, apo? Nuk japëm full gas, apo jemi në fshat, edhe duhet është zonë ku vozitet më ngadalë, edhe neve duhet ta respektojmë zonën ashtu sikur edhe shkruan se duhet sa më ngadalë, vozisëm, apo? Nga se kemi edhe rastet të tilla që nuk u mirë mbahen rregullave, edhe nëse edhe ne jemi ma shpejt, edhe ato nuk i respektojnë rregullat edhe vinë deri te aksidenti, apo? Jo rastisht ndodhin aksidentet, sinjalizo majtas, edhe vazhdo. Me thonë u desh të thjesht t'i bëjmë anashkalim veturës e cila ishte parkume në rrugë. Në Uzbriq, neve kemi përparësi, mirë po, prap duhet kemi kujdes. Drejtoje tash në drejtoje. Drejt vetëm të lutem, stop. Okej, miq, këtu ishte do me thonë përfundimi orës tonë. U incizuan disa pjesë, do me thonë, të procesit të vozitjes me të cilën e kishim ne me kandidaten e re, do me thonë që kemi në fillim të orëve, jashtë vendbanimit, dhe u përpoqëm sadopak që neve të japim një shpjegim duke i ndihmuar njëkohësisht edhe kandidatës, nga se kemi fillestare dhe kuptohet ka nevojë për ndihmën të timonit, të freni motorik, të pedalat pak. Mirë po, besoj se ja dolëm, apo? Si ndjesh, Rabia? Mirë, apo? Me thonë tash nuk e ke marrë shqetësimin, sigur e ke pa ditët e para në poligon, edhe si e ke mendu se si do ishte ora, si do e kishim realizu jashtë vendbanimit, apo? Me thonë nuk ishte kur gjo tragjike, është diçka që mësohet, apo? Okej, atëherë deri në videon e radhës, shifemi, ju përshëndesim.